Për 70 vjet, pyetja çfarë ndodhi para Big Bangut konsiderohej e ndaluar në fizik. Jo sepse shkencëtarët nuk donin ta dinin, por sepse vetë pyetja dukej absurde. Si mund të ekzistonte një para kur koha filloi të ekzistojë, vetëm me shpërtimin? Ishte si të pyesje çfarë gjendet në veri të polit verior. Stephen Hawking e shpjegoi kështu: të pyesësh çfarë ndodhi para Big Bangut është si të pyesësh çfarë gjendet një shkallë më poshtë se katimi i ulët. Pyetja nuk ka kuptim. Por në vitin 2020, fizicisti britanik Roger Penrose fitoi çmimin Nobel për fizik për një teori që trondit këtë dogmë. Ai provoi se universi ynë mund të jetë vetëm një cikël në një zinxhir të pafund rilindjesh kozmike. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Sot ekzistojnë 5 teori shkencore serioze që përshkruajnë se çfarë mund të ketë ekzistuar para momentit që ne e quajmë fillim. 3 prej tyre janë mahnitëse, 2 janë friksuese. Dhe një prej tyre ndryshon çdo gjë që mendonit se dihet për realitetin. Le të fillojmë me atë që besojmë se dim. 13,8 miliard vjet më parë, gjithçka që ekziston sot ishte e ngjeshur në një pikë me densitet të pafundëm. Pastaj ndodhi diçka, një shpërthim i papërshkrueshëm. Jo një shpërthim në hapësirë, por një shpërthim i vetë hapësirës. Në një fraksion të sekondës, universi u zgjerua nga madhësia e një grince subatomike në madhësinë e një topi basketbolli. Dhe vazhdon të zgjerohet edhe sot, me galaksi që largohen nga njëra tjetra me shpejtësi që rriten çdo çast. Kjo është historia standarde, historia që na mësojnë në shkolla dhe universitete. Por kjo histori ka një problem të madh. Çfarë shkaktoi shpërthimin? Ligjet e fizikës ndalojnë të përgjigjesha, sepse ligjet vetë u lindën me shpërthimin. Nuk mund të përdorësh rregulla që ende nuk ekzistonin për të shpjeguar lindjen e tyre. Është një rreth vicioz logjik. Për dekada, shkencëtarët zgjiven këtë problem duke thënë thjesht: pyetja nuk ka kuptim. Big Bangu ishte fillimi absolut. Para tij nuk ishte asgjë, as kohë, as hapësirë, as materie, as energji. Asgjë. Por kjo përgjigje kur nuk i kënaqte të gjithë. Në vitet 60, fizikani rus Andrej Linde filloi të mendojë diçka hereze. Çfarë sikur Big Bangu të mos ishte i vetmi? Çfarë sikur universi të ishte si një det i valve kozmike, ku çdo val është një univers i ri që lind. Kolegat e tij e quajtën të çmendur, por Linde vazhdoi të punojë. Dhe në vitin 1981, ai publikoi një artikull që ndryshoi gjithçka: teoria e inflacionit të përjetshëm. Sipas kësaj teorie, ajo që ne e quajmë Big Bang ishte vetëm një ngjarje lokale. Në një univers shumë më të gjerë, universe të reja lindin vazhdimisht. Pikërisht tani, ndërsa lexoni këto fjalë, miliarda universe të reja po shpërthejnë në ekzistencë diku në një dimension që ne nuk mund ta perceptojmë. Kjo tingëllon si shkencë fantashkencë, por nuk është. Teoria e lind bazohet në matematikë të pastër dhe në vëzhgjimet e teleskopëve tona më të fuqishëm. Fluktuacionet në rrezatimin kozmik të sfondit, ajo drita fosforeshente që mbushi universin 300.000 vjet pas Big Bangut, përputhen saktësisht me parashikimet e inflacionit të përjetshëm. Kjo nuk është spekulim filozofik, janë të dhëna. Përpunimi i këtyre të dhënave bëhet në Institutin Max Planck në Gjermani, në Universitetin e Princetonit në Amerikë, në Universitetin e Cambridge-it në Britani. Mijëra shkencëtar punojnë me këto pyetje çdo ditë dhe çdo vit përgjigjet bëhen më të çuditshme. Por inflacioni i përjetshëm është vetëm teoria e parë. Ekzistojnë edhe 4 të tjera dhe secila prej tyre i jep një përgjigje tjetër pyetjes që dikur konsiderohej e pambushme. Secila prej tyre na tregon se universi ynë mund të jetë diçka shumë më e çuditshme se sa mund të imagjinonim. Secila prej tyre na detyron të ripjesim jo vetëm se ngavim, por edhe se çfarë do të thotë të ekzistosh. A jeni të gatshëm të ndiqni këtë udhëtim? A jeni të gatshëm të pranoni se gjithçka që dinim për fillimin mund të jetë gabim?
Roger Penrose është njeri nga matematikanët më të shquar të gjallë. Në vitin 1965, ai punoi me Stephen Hawking për të provuar se vrimat të zeza janë pasoja të pashmangshme të teorisë së relativitetit të përgjithshëm të Einsteinit. Për këtë punë, ai mori çmimin Nobel, 55 vjet më vonë. Por shumë kohë para Nobelit, Penrose mendonte për diçka eve më të çuditshme. Ai mendonte për vdekjen e universit. Dhe në këtë vdekje, ai gjeti një fillim të ri. Sipas ligjeve të termodinamikës, universi po vdes ngadalë. Çdo proces fizik rrit entropi, çrregullimin kozmik. Yjet digjin lëndën e tyre dhe shtërohen në vrima të zeza. Vrimat të zeza përthithin gjithçka përreth tyre. Në fund, edhe vrimat të zeza vet avullojnë nëpërmjet rrezatimit Hawking, duke lënë pas një univers plotësisht bosh. Pa energji, pa strukturë, pa asgjë, vetëm foton që notojnë në boshëllëk të pafundëm. Kjo është vdekja termike e universit. Fundi absolut. Apo jo? Penrose mendoi si një matematikan i pastër. Ai pyeti, çfarë do të thotë madhësi në një univers pa asgjë materiale për ta matur? Fotonët nuk kanë masë. Ato nuk përjetojnë kohën. Për një foton, udhëtimi nga një skaj i universit në tjetrin ndodh në një çast të vetëm. Koha nuk ekziston për ta. Dhe nëse koha nuk ekziston, atëherë çfarë dallimi ka midis një universi infinit të vjetër dhe një universi që sapo lindi? Matematikisht, ato janë identike. Të njëjtat ekuacione i përshkruajnë. Kjo ishte zbulimi revolucionar i Penrosit. Ai e quajti këtë kozmologji ciklike konformatike. Sipas kësaj teorie, çdo univers kalon nëpër 4 faza: fillimi, Big Bangu, inflacioni, lindja e yjeve dhe galaksive, mesi, formimi i strukturave komplekse, lindja e jetës, zhvillimi i qenieve inteligjente, fundi, vdekja termike, zhdukja e të gjitha strukturave, mbetja e një deti fotonësh. Dhe pastaj ristrukturimi. Ky fund matematikisht bëhet identik me një fillim të ri. Universi harron madhësinë e tij. Koha rifillon, një Big Bang i ri shpërthen dhe cikli përsëritet përgjithmonë. Kjo nuk është vetëm spekulim. Penrose bëri një parashikim të guximshëm. Nëse teoria e tij është e saktë, duhet të ekzistojnë gjurmë në rrezatimin kozmik të sfondit, gjurmë të ngjarjeve nga cikli i mëparshëm. Në vitin 2010, ai dhe kolegët e tij publikuan një studim që pretendonte se kanë gjetur pikërisht këto gjurmë, rrath koncentrik në hartën e rrezatimit kozmik, të cilat mund të jenë val goditjeje nga përtlasje gjigante të vrimave të zeza në universin paratonit. Publikimi shkaktoi debat të ashpër. Disa ekipe të tjera analizuan të dhënat dhe nuk gjetën asgjë. Të tjerë konfirmuan gjetjen. Pjetja mbetet e hapur. Por edhe nëse gjurmët specifike të Penrosit nuk janë reale, teoria e tij ngre pyetje thelbësore. Çfarë nëse universi nuk ka as fillim, as fund? Çfarë nëse ai është një zinxhir i pafundëm ciklesh, secila duke lindur nga mbeturinat e asaj para? Çfarë nëse momenti që ne e quajmë fillim i gjithçkajës ishte vetëm një rivendosje? Çfarë nëse ka pasur një civilizacion në ciklin e kaluar që arriti nivele teknologjike që ne as nuk mund t'i imagjinojmë? Dhe çfarë nëse asgjë nga ajo civilizacion nuk mbjetoi? Çfarë nëse edhe ne do të zhdukem plotësisht dhe një qenie e re do të pyes të njëjtat pyetje në ciklin tjetër? Pa ditur asgjë për ne. Mendoni për këtë. Nuk jeni vetëm të vogël në hapësirë, jeni gjithashtu të përkohshëm në kohë. Ndoshta jeni vetëm një pulsim në një zemër kozmike që rrah përgjithmonë. Një frymë e marrë dhe e dhënë në mushklit e një entiteti aq të madh sa nuk keni asnjë shpresë ta kuptoni. A ju ngushëllon kjo mendim apo ju frikson? Sepse ndërsa kozmologjia ciklike e Penrosit ofron një lloj pavdeksie kozmike, ajo gjithashtu na mohon çdo veçanti. Ne nuk jemi të parët, ndoshta as të fundit. Jemi vetëm një përsëritje në një model që përsëritet përgjithmonë.
Në vitin 1981, kozmologu amerikan Alan Guth kishte një problem. Ai po përpiqej të kuptonte pse universi duket kaq uniform në të gjitha drejtimet. Pavarësisht se ku shikoni në qiell, temperatura e rrezatimit kozmik është e njëjtë me saktësi mahnitse. Por sipas teorisë standarde të Big Bangut, kjo nuk duhej të ishte mundur. Rajone të ndryshme të universit të hershëm nuk patën kohë të shkëmbejnë informacion dhe të barazoheshin në temperaturë. Ishin shumë larg. Drita nuk mund të udhëtonte aq shpejt. Kjo është problema e horizontit. Zgjidhja e Guth ishte radikale. Ai propozoi se në ato çastet e para pas Big Bangut, universi kaloi nëpër një fazë të inflacionit kozmik. Në një copë të vogël sekonde, hapësira u zgjerua me një faktor astronomikisht të madh. Aq shpejt sa edhe drita mbeti prapa. Kjo zgjeroi një rajon të vogël të qeta në një univers të plot. Problemi i horizontit u zgjidh. Por teoria e inflacionit kishte një pasojë të papritur, një pasojë që vet Guth nuk e kishte parashikuar plotësisht. Andrej Linde, duke punuar në mënyrë të pavarur në Bashkimin Sovjetik, zbudoi se inflacioni nuk ndalet kurrë vërtet. Ai ndalet vetëm lokalisht. Në rajone të caktuara të hapësirës, fusha kuantike që shkakton inflacionin bie në një gjendje të qëndrueshme. Dhe inflacioni ndalet. Këto rajone bëhen universe si tonët. Por në hapësirën përreth, inflacioni vazhdon dhe do të vazhdojë përgjithmonë. Kjo është teoria e inflacionit të përjetshëm. Ajo sugjeron se universi ynë është vetëm një flusk në një det të pafundëm fluskash. Çdo flusk është një univers i veçantë me ligjet e veta fizike. Le të përpiqemi ta kuptojmë këtë. Imagjinoni një det në stuhi. Valët lindin gjithmonë. Secila valë ngrihet, arrin një kulm dhe pastaj bie. Por deti vazhdimisht krijon valë të reja. Ai nuk pushon kurrë. Inflacioni i përjetshëm funksionon në mënyrë të ngjashme. Por këtu valët janë universi të tëra. Universi ynë është një valë që u ngrit 13,8 miliard vjet më parë. Ai është duke u zgjeruar ende, duke u ftohur ngadalë. Por në të njëjtën kohë, në rajone të tjera të detit kozmik, universi të tjera po lindin. Disa prej tyre mund të jenë të ngjashme me tonin. Të tjera mund të kenë ligje fizike plotësisht të ndryshme. Kjo teori ka implikime të çmendura. Nëse inflacioni është i përjetshëm, atëherë çdo gjë që mund të ndodhë, do të ndodhë, dhe jo vetëm një herë, por një numër të pafundëm herësh. Ekziston një version tjetër i jush që po bën zgjedhje të ndryshme pikërisht tani. Ekziston një univers ku dinozaurët nuk u shkatërruan. Ekziston një univers ku njerëzit kurrë nuk u zhvilluan. Ekziston një univers ku ligjet e fizikës janë aq të ndryshme sa yjet nuk mund të formohen. Dhe gjithë këto universe ekzistojnë në të njëjtën kohë. Në rajone të ndryshme të një strukture më të madhe që ne quajmë mega universi. Çdo kërkues eksperimental që punon me këtë teori përballet me një sfidë. Si mund ta testosh? Si mund të provosh ekzistencën e universive të tjera? Nëse sipas përkufizimit ato janë jashtë horizontit ton të vëzhgueshëm, përgjigjja erdhi nga një drejtim i papritur. Nëse universi ynë lindi si një flusk në detin e inflacionit të përjetshëm, ai mund të ketë përplasur me flusk të tjera në të kaluarën e hershme. Këto përplasje do të linin gjurmë në rrezatimin kozmik të sfondit. Disa ekipe kërkuese në Universitetin e Kalifornisë në Berkeley dhe në Universitetin e Oxfordit po kërkojnë këto gjurmë. Deri më tani nuk kanë gjetur asgjë përfundimtare, por kërkimi vazhdon. Inflacioni i përjetshëm gjithashtu ofron një përgjigje elegante për pyetjen pse ligjet e fizikës në universin ton janë të përsosura për jetën. Ndryshoni pak konstantat themelore dhe yjet nuk mund të formohen. Pa yje nuk ka planete. Pa planete nuk ka jetë. Ne duket se jetojmë në një univers i cili është kalibruar me saktësi të çuditshme për të lejuar ekzistencën tonë. Kjo ka shkaktuar spekulime të shumta, nga dizajni inteligjent deri te principi antropik. Por inflacioni i përjetshëm ofron një shpjegim më të thjeshtë. Nëse ekzistojnë një numër i pafundëm universish me ligje të ndryshme, atëherë disa prej tyre do të kenë ligjet e duhura për jetën,
dhe natyrshëm ne gjendemi në një prej atyre universive, sepse nëse nuk do të ishim këtu, nuk do të mund të bënim pyetjen. Por kjo ngrej një pyetje shqetësuese. Nëse ekziston një numër i pafundëm universish, atëherë çdo gjë që mund të ndodhë, do të ndodhë. Jo vetëm gjëra të mira, por gjithashtu të gjitha fatkeqësitë e mundshme. Për çdo version tjetër tuajin që bën zgjedhje më të mira, ekziston një version që bën zgjedhje më të këqija. Për çdo univers ku njerëzimi mbijetoi, ekziston një univers ku u shkatërrua. Për çdo univers ku jeta lulëzoi, ekziston një univers ku kur nuk lindi. Ndoshta kjo është pakës friksuese, ideja se çdo tragjedie e mundshme po ndodh diku pikrisht tani. A ndryshon kjo mënyrën se si e shihni veten? Nëse jeni vetëm një version në një numër të pafundëm versionesh, a ka rëndësi ajo që bëni? Apo a bën gjithçka më kuptim plot, duke ditur se ekzistoni në një univers ku zgjedhjet tuaja vërtet rëndësin? Kjo është pyetja që inflacioni i përjetshëm na lë me të, dhe nuk ka një përgjigje të thjeshtë. Në vitin 1998, dy fizikan teorik, Paul Steinhardt nga Universiteti i Princetonit dhe Neil Turok nga Universiteti i Cambridge-it, propozuan diçka që tinglonte si fantashkencë. Ata thanë se universi ynë është një membran 4-dimensionale që pluskujon në një hapësirë 5-dimensionale, dhe se Big Bang u ndodhi kur membrana jon përplasi me një membran tjetër. Ata e quajtën këtë teori ekpirotike, nga fjala greke që do të thotë zjarr. Sepse në këtë model, universi rilind në zjarr çdo disa trilion vjet. Për ta kuptuar këtë, duhet të kapërcejmë një barierë konceptuale të madhe. Ne jetojmë në 3 dimensione hapësirore, plus një dimension kohe, lart poshtë, majtas djathtas, para prapa dhe e shkuara e tashmja e ardhmja. Por teoria e fijeve sugjeron se ekzistojnë dimensione shtesë, shumë prej tyre. Disa versione të teorisë kërkojnë 10 dimensione, të tjera 11. Shumica e këtyre dimensioneve shtesë janë të mbilura në vete, aq të vogla sa ne nuk mund t'i detektojmë, por 1 ose 2 prej tyre mund të jenë të mëdha, aq të mëdha sa mund të përmbajnë universe të tëra. Imagjinoni 2 flet letre që pluskojnë në erë. Ndonjëherë ato përplasen. Kur përplasin, krijojnë një tingull. Tani imagjinoni se ato flet janë universe 4-dimensionale që pluskojnë në një dimension i 5. Kur përplasin, ato krijojnë një Big Bang. Energjia e përplasjes shndërrohet në materie dhe rrezatim. Hapësira fillon të zgjerohet. Yjet lindin. Galaksit formohen dhe cikli fillon përsëri. Kjo është thelbi i teorisë ekpirotike. Përparësia e kësaj teorie është se ajo zgjidh disa nga problemet e Big Bangut standard pa pasur nevojë për inflacion. Në modelin ekpirotik, uniformiteti i universit shpjegohet nga fakti se 2 mbranat ishin tashmë uniforme para përtlasjes. Problemet që inflacioni u dizajnua për t'i zgjidhur, zgjidhen në mënyrë të ndryshme. Por teoria ekpirotike ka gjithashtu parashikime specifike. Ajo parashikon një lloj të caktuar fluktuacionesh në rrezatimin kozmik të sfondit, dhe këto fluktuacione janë pak të ndryshme nga ato që parashikon inflacioni standard. Në vitin 2006, sateliti WMAP i NASA esmati këto fluktuacione me saktësi të lartë. Rezultatet favorizuan inflacionin mbi modelin ekpirotik. Por kjo nuk e vrau teorinë. Steinhardt dhe Turok rafinuan modelin e tyre. Ata propozuan se përplasja e mbranave nuk ishte një ngjarje e vetme, por një cikel i vazhdueshëm. Çdo disa trilion vjet, mbranat afrohen, përplasin dhe pastaj tërhiqen. Çdo përplasje krijon një univers të ri. Kjo është kozmologjia ciklike ekpirotike. Ajo kombinon idenë e cikleve me teorinë e fijeve në një paket ambicioze. Por ekziston një problem fundamental. Teoria e fijeve është jashtëzakonisht e bukur matematikisht, por shumë e vështirë për t'u testuar. Dimensionet shtesë, mbranat, përplasjet, të gjitha këto janë koncepte që ekzistojnë kryesisht në ekuacione. Nuk kemi mënyrë direkte për t'i vëzhguar. Disa kritik thonë se teoria e fijeve nuk është shkencë, por metafizik.
Të tjerë thonë se është thjesht matematike bukur që nuk ka lidhje me realitetin. Por mbështetësit argumentojnë se teoritë më të mëdha në fizik filluan si ide abstrakte që më vonë u konfirmuan nga eksperimentet. Kjo është një nga tematikat që përsëritet në këto 5 teori. Të gjitha janë në skajin e atyre që mund të testohen. Të gjitha kërkojnë që të besojmë në koncepte që nuk mund t'i shohim drejt për drejt. Universe paralele, dimension shtes, cikle kozmike. Asnjë prej tyre nuk mund të preket me duart, të shihet me teleskop, të vërtetohet në një laborator tradicional. Të gjitha kërkojnë një lloj besimi. Besimi në matematikën tonë. Besimi në renditjen tonë teorike. Besimi se ligjet që zbuluam në universet tonë zbatohen edhe përtej horizontit tonë të vëzhgueshëm. Por a është ky një besim i arsyeshëm? Apo po përpiqemi të kapim diçka që në thelb është përtej kuptimit njerëzor? Kjo është një pyetje që do të kthehemi te ajo, por tani le të eksplorojmë teorinë e 4. Një teori që shkon edhe më thellë në thellësitë e realitetit kuantik. Një teori që sugjeron se universi ynë lindi nga asgjëja absolute, jo nga diçka që ishte bosh, por nga asgjë. Nga asgjëja me shkronjë të madhe. Nga një gjendje që nuk kishte as kohë, as hapësirë, as energji, as ligje fizike. Vetëm probabilitet kuantik. A është e mundur? A mund diçka të dalë vërtet nga asgjëja? Apo kjo është thjesht një mashtrim matematik? Në vitin 1987, fizicistët James Hartle dhe Stephen Hawking publikuan një artikull me titullin e çuditshëm: Gjendja e valë së universit. Në të, ata propozuan një ide aq radikale sa edhe sot shkencëtarët debatojnë për implikomet e saj. Ata thanë se universi lindi nga një fluktuacion kuantik, jo nga diçka që ekzistonte më parë, por nga boshllëku kuantik. Nga një gjendje ku edhe vetë koha dhe hapësira nuk kishin kuptim. Ky është propozimi i quajtur pa kufi. Por çfarë do të thotë boshllëk kuantik? Në fizikën klasike, boshllëku është hapësira ku nuk ka asgjë. Hiqni të gjithë ajrin, të gjithë atomet, të gjithë fotonët dhe mbetet boshllëku. Por në mekanikën kuantike, gjërat nuk janë kaq të thjeshta. Edhe në boshllëk ekziston diçka. Ekzistojnë fusha kuantike që valëzojnë me energji. Grinca virtuale shfaqen dhe zhduken në fraksione të sekondave. Boshllëku kuantik është një det që valëzon me aktivitet. Dhe prej këtij deti, sipas Hartle dhe Hawking, universi ynë u shfaq si një valë e madhe. Si është e mundur kjo? Si mund diçka të dalë nga asgjëja? Përgjigja shtrihet në një nga parimet më të çuditshme të mekanikës kuantike, parimi i pasigurisë i Heisenbergut. Sipas këtij parimi, ka një kufizim themelor në sa sakt mund të dim veti të caktuarat e një grimce. Sa më sakt matim pozicionin e saj, aq më pak e dim shpejtësinë e saj. Kjo nuk është një kufizim i mjeteve tona të matjes, është një pronë thelbësore e realitetit. Një pasojë e këtij parimi është se energjia dhe koha gjithashtu nuk mund të maten me saktësi absolute njëkohësisht. Për intervale shumë të shkurtra kohe, energjia mund të fluktuojë shumë. Grimca mund të shfaqen nga asgjëja me kusht që të zhduken mjaft shpejt. Sa më masive grimca, aq më shpejt duhet të zhduket. Por çfarë ndodh nëse gjithë universi është një fluktuacion kuantik? Çfarë nëse ai u shfaq nga asgjëja dhe thjesht nuk ka zhdukur ende? Nuk ekziston asgjë jashtë universit që të imponojë kufizime kohe. Prandaj, fluktuacioni mund të vazhdojë përgjithmonë. Kjo tingëllon e çmendur, por matematika funksionon. Hartle dhe Hawking përdoren një teknik të quajtur koha imagjinare për të modeluar lindjen e universi. Në ekuacionet e tyre, koha bëhet një dimension hapësinor pranë momentit 0. Universi nuk ka një fillim në kuptimin tradicional. Ai thjesht është, si sipërfaqja e një sfere që nuk ka skaj. Pyetja çfarë ndodhi para Big Bangut bëhet pa kuptim, jo sepse koha filloi me Big Bangun, por sepse vetë koncepti i para nuk zbatohet. Kjo është një ndër teoritë më elegante,
Ajo nuk kërkon asgjë përveç ligjeve të mekanikës kuantike dhe relativitetit të përgjithshëm. Nuk ka nevojë për dimension shtesë, mbrana që përplasin, cikle kozmike, vetë matematika e pastër. Por ajo ka një problem. Si mund ta testojmë? Si mund të provojmë se universi lindi nga një fluktuacion kuantik, nëse vetë procesi është fundamentalisht i pavëzgjueshëm? Çdo gjurmë e mundshme do të ishte fshirë nga inflacioni i mëvonshëm. Disa fizikanë kanë propozuar kërkime indirekte. Nëse universi lindi nga boshëllku kuantik, duhet të ketë lënë nënshkrime specifike në rrezatimin kozmik të sfondit. Por këto nënshkrime janë shumë të vogla dhe të vështira për t'u dalluar nga zhurma. Teleskopët tanë më të fuqishëm po i afrohen kufirit të atyre që mund të matim, por ende nuk kemi përgjigje përfundimtare dhe ndoshta kurrë nuk do të kemi. Këtu shohim një model që përsëritet. Të 5 teoritë tona kërkojnë besim në koncepte që janë në kufirin e testueshmërisë. Disa kritikë argumentojnë se kjo i bën ato të pashkencore. Nëse një ide nuk mund të testohet, a është ajo shkencë, apo është filozofi, apo diçka ndërmjet? Kjo është një pyetje që fizikanët kanë debatuar për dekada dhe nuk ka konsensus. Por shumica e kozmologëve do të thonë se edhe nëse këto teori nuk mund të testohen drejt për drejt, ato janë ende të vlefshme, sepse ato na ndihmojnë të organizojmë mendjen tonë për pyetjet më të mëdha, sepse ato na japin modele për të menduar rreth origjines, sepse ato na kujtojnë se gjithçka që dim mund të jetë vetëm një copë e vogël e një realiteti shumë më të madh. Mendoni për këtë. Nëse universi ynë vërtet lindi nga një fluktuacion kuantik, atëherë çdo gjë që ekziston, çdo galaksi, çdo planet, çdo gjallëse, çdo mendim që keni pasur ndonjëherë është rezultat i një vallëzimi të rastësishëm në boshllëkun kuantik. Jeni një pasojë e rastësisë absolute, por njëkohësisht jeni gjithashtu një pasojë e pashmangshme e ligjeve kuantike. Rastësia dhe nevoja të thurura bashk në një model kompleks që quhet realitet. A ju ngushëllon kjo mendim? Apo ju trondit? A ndryshon kjo mënyrën se si e shihni veten? A bën kjo jetën tuaj më të kuptimplot, apo më pak? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund t'i përgjigjet. Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë. Por ne nuk kemi mbaruar ende. Ekziston një teori e pestë, një teori që është më e çuditshme se të gjitha të tjerat. Një teori që sugjeron se universi ynë mund të mos jetë i vetmi që ka ekzistuar në këtë hapësirë. Një teori që thotë se para tonit mund të ketë pasur universe të tjera që u zgjeruan, u tkurrën dhe kolapsuan në një Big Crunch, dhe se nga ai kolaps, universi ynë u lind. Kjo është teoria e rikthimit, dhe ajo është friksuese. Sepse nëse është e vërtet, atëherë fati i universit ton është tashmë i vullosur. Në fund, gjithçka që ekziston do të shembet përsëri, dhe ndoshta do të lind një univers i ri, apo ndoshta jo, ndoshta ky cikel do të thyet, dhe universi do të vdes përfundimisht. A jeni të gatshëm të përballeni me këtë mundësi? Ekziston një skenar i pestë, një skenar që për dekada u konsiderua i vdekur. Ishte teoria e Big Crunchit, kolapsi i madh. Sipas kësaj ideje, zgjerimi i universit do të ngadalsohi ngadal, do të ndallohej dhe pastaj do të kthehej. Galaksit do të fillonin të afrohen në vend që të largohen. Hapësira do të tkurrej. Në fund, gjithçka do të shembej përsëri në një pikë të vetme me densitet të pafundëm. Skenari kundërt i Big Bangut. Por zbulimi i energjisë së errët në vitet 90 e çoi këtë teori në plera. Universi nuk po ngadalsohet, ai po përshpejton. Zgjerimi bëhet më i shpejt çdo ditë, Big Crunchi dukej i pamundur. Por në vitet e fundit, disa kozmologë kanë filluar të ripjesin këtë përfundim. Çfarë sikur energjia e errët të mos jetë konstante? Çfarë sikur ajo të ndryshojë me kohën? Nëse energjia e errët mund të dobësohet në të ardhmen, atëherë zgjerimi mund të ngadalsohet. Dhe nëse ajo mund të kthehet në një forcë tërheqëse, atëherë universi mund të kolapsojë. Kjo nuk është më shumë spekulim.
Ekzistojnë modele matematikore që përshkruajnë saktësisht këtë skenar, dhe ato modele janë në përputhje me të gjitha vëzhgjimet tona aktuale. Paul Steinhardt, i njëjti fizician që propozoi modelin ekpirotik, ka punuar në një version të ri të teorisë ciklike. Në këtë version, universi kalon në përfaza zgjerimi vetkurrjeje, por çdo cikel është pak i ndryshëm. Konstantat fizike mund të ndryshojnë, ligjet mund të evoluojnë, universi po mëson në një kuptim. Çdo kolaps shkatëron strukturat e vjetra, çdo rilindje krijon mundësi për struktura të reja. Dhe ky proces mund të ketë vazhduar përgjithmonë në të kaluarën dhe të vazhdojë përgjithmonë në të ardhmen. Por ekziston një pyetje shqetësuese. Çfarë ndodh me informacionin gjatë kolapsit? Nëse gjithçka shëmbet në një pikë, a shkatërohen të gjitha gjurmët e asaj që ishte? A harrohet çdo civilizacion që ka ekzistuar? A zhduket çdo mendim, çdo krijim, çdo dashuri? Apo a mund diçka të mbijetojë? Disa fizikanë sugjerojnë se informacioni mund të ruhet në lloje të veçanta të fushave kuantike që nuk shkatërohen plotësisht nga kolapsi. Këto fusha do të bartnin gjurmë të universit të vjetër në universin e ri, si një kujtesë kozmike e errët. Imagjinoni këtë. Çdo atom në trupin tuaj mund të ketë qenë pjesë e një civilizacioni tjetër në ciklin e kaluar. Atomi i karbonit në ADN tuaj mund të ketë qenë pjesë e një mendjeje që mendonte mendime të ngjashme me tuajat triliona vjet më parë në një univers tjetër. Dhe ato mendime u shkatëruan plotësisht kur ai univers kolapsoi, por atomi mbijetoi, u ripërdor dhe tani është pjesë e jush. Kjo është një lloj pavdeksie, por një pavdeksi ku asgjë nuk kujtohet, ku çdo gjë humbet përveç lëndës së papërpunuar. A është ky fat më i keq apo më i mirë se vdekja termike që parashikon teoria standarde? Në vdekjen termike, universi thjesht ftohet përgjithmonë. Bëhet një det, i ftohet fotonësh që nuk mund të krijojnë asgjë, por ai vazhdon të ekzistojë. Në Big Crunch, universi vdes me dhunë, por nga vdekja lind diçka e re, cila është më pak e tmerrshme. Një fund që zgjat përgjithmonë në boshlëk të ftohtë, apo një fund që shkatëron gjithçka, por krijon fillime të reja? Kjo është një pyetje pa përgjigje të thjeshtë. Dhe ndoshta kjo është pika. Ndoshta universi nuk na ofron ngushëllim. Ai thjesht ekziston, dhe ne duhet të gjejmë kuptimin ton brenda këtij ekzistence, pavarësisht se sa i përkohshëm ai të jetë. Por çfarë nëse të pesë teoritë janë të gabuara? Çfarë nëse realiteti është edhe më i çuditshëm se çdo gjë që kemi imagjinuar? Kjo na sjell te një pyetje kritike që këto teori zakonisht nuk e adresojnë drejt për drejt. Pyetja e testueshmërisë. Pyetja e asaj që ne në të vërtetë dim kundrejt asaj që supozojmë. Sepse ekziston një distancë e madhe midis një teorie elegante matematike dhe një teorie që përshkruan realitetin aktual. Dhe kjo distancë është e mbushur me pasiguri, me supozime dhe me gjëra që shkencëtarët rrallë diskutojnë publikisht. Le të jemi të sinqert për diçka që zakonisht fshihet pas gjuhës teknike dhe optimizmit akademik. Të pesë teoritë që sapo diskutuam janë mahnitëse, janë elegante, por asnjëra prej tyre nuk është provuar. Dhe disa prej tyre ndoshta nuk mund të provohen kurrë. Kjo nuk është një këndvështrim cinik. Kjo është realiteti i situatës. Dhe është koha që t'i shohim për brëndasht. Në vitin 2017, një ekip kërkues në Universitetin e Gjenevës u përpoq të riprodhoj një nga gjetjet kryesore të Roger Penrose. Penrose kishte pretenduar se ka gjetur rrath në rrezatimin kozmik të sfondit që tregojnë gjurmë të ngjarjeve nga cikli kozmik i mëparshëm. Nëse kjo ishte e vërtet, do të ishte prova e parë direkte e një universe paratonit. Ekipi i Gjenevës përdori të vënat e njëjta. Ata zbatuan metoda statistikore rigoroze dhe nuk gjetën asgjë. Zero. Asnjë gjurmë e rrathve që Penrose kishte raportuar. Rezultatet e tyre u publikuan në një revistë shkencore, por ato morën një fraksion të vëmendjes që mori puna origjinale e Penrosit. Pse? Sepse rezultatet negative janë të mërzitshme.
Ato nuk krijojnë tituj, ato nuk nxisin imagjinatën, dhe ato me siguri nuk fitojnë çmime Nobel. Kjo është një problem sistematik në kozmologji. Teoritë mahnitse marrin vëmendje të madhe. Eksperimentet që dështojnë të gjejnë asgjë shpërfillen. Por fakti që nuk gjejmë gjurmë të një teorie nuk do thotë që teoria është e gabuar. Mundet thjesht që gjurmët janë shumë të vogla për t'u matur, apo që ne nuk po kërkojmë në vendin e duhur, apo që instrumentet tona nuk janë mjaft të ndjeshme. Kjo është një barierë fundamentale. Si mund të provosh ekzistencën e diçkaje që sipas përkufizimit është jashtë aftësisë son për ta vëzhguar? Merrni inflacionin e përjetshëm. Teoria thot se universe të tjera ekzistojnë, por këto universe janë përtej horizontit ton kozmik. Asgjë, as sinjali më i shpejt nuk mund të udhtojë nga ai univers te yni. Ato janë shkëputur për gjithmonë. Kjo do të thotë se asnjë eksperiment i mundshëm nuk mund të detektojë drejt për drejt ekzistencën e tyre. Ne mund të kërkojmë efekte indirekte. Gjurmë në rrezatimin kozmik, anomali në strukturën e galaksive. Por edhe nëse i gjejmë, interpretimi do të jetë i diskutueshëm. Do të ketë gjithmonë shpjegime alternative. Do të ketë gjithmonë skeptik që argumentojnë se po shohim modele ku nuk ekziston asnjë. Dhe pastaj është çështja e teorisë së fijeve. Teoria që përshkruan mbrana që përplasin në dimensione shtesë. Kjo teori është mahnitse matematikisht, por nuk ka bërë asnjë parashikim të saktë që është verifikuar me eksperimente. Për më shumë se 40 vjet, fizikanet kanë punuar në teorinë e fijeve, kanë zhvilluar matematikë jashtëzakonisht sofistikuara, kanë shkruar mijëra artikuj, por asnjë prej këtyre artikujve nuk ka quar në një zbulim eksperimental. Kjo ka quar disa kritik të thonë se teoria e fijeve nuk është shkencë, por arti, matematikë e bukur që nuk ka lidhje me realitetin fizik. Nuk është e drejtë të them që këto teori janë të pavlefshme. Ato janë përpjekje serioze nga shkencëtar të zgjuar për të zgjidhur probleme reale. Por është e rëndësishme të kuptojmë kufizimet. Kur një fizician thot __QUOTE_9__, kuptimi i vërtet është __QUOTE_10__. Fraza e parë tingëllon më e sigurt, por fraza e dytë është më e saktë. A do të thotë kjo që duhet të heqim dorë? Jo, por do të thotë që duhet të jemi të ndërgjegjshëm për natyrën e asaj që po diskutojmë? Këto nuk janë fakte të vendosura, këto janë hipoteza të sofistikuara. Disa prej tyre do të rezultojnë të sakta, të tjera do të shprehen se janë rrugë pa krye, dhe ne ndoshta nuk do ta dimë se cilat janë deri shumë pas faktit. Ndoshta brezi i nipërvetan do ta zbuloj, ndoshta kurrë nuk do ta dim, dhe duhet të jemi rehat me këtë pasiguri. Por ekziston edhe një pyetje më e thellë, një pyetje që rrallë diskutohet hapur. A është e mundur që këto teori të jenë fundamentalisht përtej shkencës? Jo sepse janë të gabuara, por sepse ato përpiqen të përgjigjen pyetje që mund të mos kenë përgjigje shkencore. Shkenca funksionon duke vëzhguar, duke masur, duke testuar. Por çfarë ndodh kur objekti i studimit është përtej çdo vëzhgimi të mundshëm? Çfarë ndodh kur pyetjet që po bëjmë kërkojnë informacion që në parim nuk mund të mbahet në asnjë sinjal fizik? Atëherë ndoshta po diskutojmë diçka që ngjason më shumë me metafizikën sesa me fizikën. Kjo nuk do të thotë që pyetjet janë të pavlefshme, do të thotë thjesht që ato mund të kërkojnë një lloj tjetër përgjigje. Ndoshta jo përgjigje eksperimentale, por teorike. Ndoshta jo prova, por argumente. Ndoshta kemi arritur në një kufi ku shkenca dhe filozofia shkrihen së bashku. Dhe ndoshta kjo është në rregull. Ndoshta disa nga pyetjet më të thella që mund të bëjmë kërkojnë që të mendojmë përtej kufive tradicional të disiplinave. A ju trondit kjo ide? Apo a ju jep liri? Sepse nëse shkenca nuk mund të përgjigjet çdo gjëje, atëherë ka ende hapësirë për mister, ka ende hapësirë për pyetje të hapura, ka ende hapësirë për t'u habitur. Tani që kemi eksploruar teoritë dhe kufizimet e tyre, le të kthehemi te diçka më e prekshme. Le të kthehemi te ju, te trupi juaj,
te mendja juaj. Sepse ka një paralele e çuditshme midis asaj që ndodh në kokën tuaj dhe asaj që ndodh në shkallë kozmike. Dhe kjo paralele mund të jetë më shumë se një rastësi interesante. Mund të jetë një të vërtet thelbësore për natyrën e realitetit. Në vitin 2020, dy shkencëtar, astrofizicisti italian Franco Vaza dhe neurobiologu Alberto Feletti, zbatuan të njëjtat mjete analitike për të studiuar dy sisteme të ndryshme. Njëri sistem ishte rrjeti neuronal në trurin e njeriut, tjetri ishte rrjeti kozmik i peledhës së errët dhe galaksive. Çfarë zbuluan nuk mund të shpjegohet lehtë. Të dyja sistemet kishin të njëjtat pronë statistikore, të njëjtat modele ramifikimi, të njëjtat koeficient clustering, të njëjtat dinamika të rrjedhjes së informacionit. Le të jemi specifik me numra. Truri njerëzor përmban rreth 86 miliard neurone. Universi i vëzhgueshëm përmban rreth 100 miliard galaksi. Çdo neuron formon rreth 1000 deri në 10000 lidhje me neurone të tjera. Çdo galaksi lidhet gravitacionalisht me disa dhjetra galaksi të tjera. Në të dyja sistemet, pjesa më e madhe e vëllimit është boshllëk. Truri është vetëm 4% neurone dhe qeliza mbështetëse, pjesa tjetër është ujë dhe hapësirë ndërqelizore. Universi është vetëm 5% materie normale, pjesa tjetër është materie e errët dhe energji e errët. Kur Vaza dhe Feletti përdorën algoritme kompjuterike për të analizuar imazhe mikroskopike të qelizave të trurit dhe imazhe teleskopike të klasterëve galaktike, algoritmet nuk mund të dalon midis tyre. Ngjashmëria ishte aq e goditur sa ata publikuan një artikull me titullin Rrjedhja rrjetore e universit. Në të, ata spekuluan se ekziston një parim themelor, organizimi që vlen në të gjitha shkallët. Një parim që bën që sistemet komplekse të organizohen në mënyra të ngjashme, pavarësisht nëse janë të mëdha si universi ose të vogla si truri. Por çfarë është ky parim? Një hipotezë është se ka të bëjë me mënyrën se si informacioni rrjedh. Në tru, informacioni rrjedh në përlidhje sinaptike. Lidhjet që përdoren më shpesh forcohen, lidhjet që nuk përdoren dobësohen. Kjo është baza e të mësuarit dhe kujtesës. Tani imagjinoni diçka të pabesueshme. Rrjetet kozmike bëjnë saktësisht të njëjtën gjë. Klasteret e galaksive që ndërreprojnë më shpesh formojnë lidhje gravitacionale më të forta dhe rrugë më efikase për shkëmbimin e materjes. Universi po mëson dhe po memorizon në mënyrë fjalë për fjale, duke përdorur të njëjtat mekanizma si truri juaj. Vëllimi i informacionit që mund të ruhet në peledhën kozmike është i krahasueshëm me kapacitetin informacional të të gjitha trurive njerëzore të marra së bashku. Nëse llogaritni numrin e lidhjeve të mundshme dhe gjendjeve të tyre, merrni numra që janë në të njëjtin rendinë e madhësisë. Natyrisht, kjo nuk do të thotë se universi është i ndërgjegjshëm në kuptimin që jemi ne. Nuk do të thotë se ka një mendim gjigant kozmik që po mendon mendime, por do të thotë se universi ka kapacitetin për të përpunuar dhe ruajtur informacion në mënyra që janë strukturalisht të ngjashme me mënyrën se si e bëjmë ne. Çfarë nënkupton kjo për natyrën e ndërgjegjësisë? Kjo është pyetja që ka trazuar filozofët për shekuj. Descartes besonte se mendja dhe trupi janë substanca fundamentalisht të ndryshme. Materialistët modern besojnë se ndërgjegjësia është thjesht një produkt i proceseve të trurit. Por çfarë nëse asnjëra prej këtyre këndvështrimeve nuk është plotësisht e saktë? Çfarë nëse ndërgjegjësia nuk prodhohet nga truri, por kapet nga ai? Çfarë nëse ndërgjegjësia është një pronë fundamentale e universit, e pranishme në shkallë të ndryshme në të gjitha nivelet e organizimit? Ky është panpsikizmi, idea se ndërgjegjësia është një aspekt themelor i realitetit. Nuk është një ide e re. Filosofë si Spinoza dhe Leibniz argumentuan për versione të saj, por në shekullin e 20 ajo u shtyr në skajet nga dalimi i ashpër midis shkencës dhe filozofisë. Vetëm kohët e fundit, disa shkencëtar kanë filluar ta marrin sërish seriozisht, jo si një dogmë mistike, por si një hipotezë që mund të testohet, ose të paktën të eksplorohet brenda kornizave shkencore. Fiziciani dhe matematiciani britanik Roger Penrose
të njëjtin që propozoi kozmologjinë ciklike, ka argumentuar për dekada se ndërgjegjësia ka një komponent kuantik. Ai beson se proceset kuantike në tru, specifikt në strukturat e qejtura mikrotubula brenda neuroneve, janë thelbësore për të kuptuar ndërgjegjësinë. Kjo ide është kontroverse. Shumica e neuroshkencëtarëve e hedhin poshtë. Ata thonë se truri është shumë i ngrohtë dhe i njom për të mbështetur efekte kuantike delikate. Por Penrose dhe kolegu i tij, anestezisti Stuart Hameroff, kanë përsosur teorinë e tyre për më shumë se 30 vjet, dhe disa eksperimente të fundit sugjerojnë se mund të ketë diçka në të. A ndryshon kjo diçka? Nëse ndërgjegjësia vërtet ka një komponent kuantik, atëherë ajo është e lidhur në mënyra fundamentale me strukturën e realitetit. Kuantikja është teoria që përshkruan si grimcat dhe fushat sjelin në nivelin më bazë. Nëse mendja juaj vepron në atë nivel, atëherë ju nuk jeni vetëm një vëzhgues pasiv i universit. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në formësimin e tij. Vëzhgimi juaj jo vetëm që matet, por gjithashtu ndikon në atë që matni. Kjo është një nga implikomet më të çuditshme të mekanikës kuantike. Dhe nëse është e vërtet, ajo shkatërron kufirin midis subjektit dhe objektit, midis vëzhguesit dhe të vëzhguarit. Mendoni për këtë. Çdo herë që bëni një zgjedhje, çdo herë që mendoni një mendim, çdo herë që përjetoni një ndjesi, ju po ndërveponi me strukturën kuantike të realitetit. Ju po modifikoni modelet, po ndryshoni probabilitetet, po formsoni atë që do të ndodhë më pas. Ju nuk jeni të vogël. Ju nuk jeni të parëndësishëm. Ju jeni një nyje në rrjetin kozmik. Po procesoni informacion në mënyrën se si e procesojnë galaksit. Po krijoni modele në mënyrën se si i krijon universi. A ju ngushëllon kjo ide? Apo ju frikson? A ju bën të ndiheni më të lidhur me gjithësinë, apo më të izoluar në përgjegjësinë tuaj? Më lejoni t'ju pyes diçka drejt për drejt. Pse ju intereson çfarë ndodhi para Big Bangut? Pse shpenzoni kohën tuaj duke dëgjuar një histori për teori që nuk mund të provohen, për universe që nuk mund të shihen, për koncepte që sfidojnë çdo gjë që përjetuam në jetën tuaj të përditshme? Cili është qëllimi? Çfarë shpresoni të fitoni? Nuk ka një përgjigje të vetme për këtë pyetje, por më lejoni të sugjeroj një mundësi. Ne kërkojmë kuptim. Ne dëshirojmë të dimë se ku përshtaten në historinë më të madhe. Ne kemi nevojë të ndjejë që ekzistenca jon ka një kontekst, një qëllim, një rëndësi. Dhe këto teori, pavarësisht pasigurive të tyre, na ofrojnë kontekst. Ato na tregojnë se ne jemi pjesë e diçkaje që është jashtëzakonisht e madhe, jashtëzakonisht e vjetër dhe jashtëzakonisht e komplekse. Por ja çfarë është interesante? Asnjëra nga 5 teoritë që diskutuam nuk na jep atë që tradicionalisht kërkojmë në një histori origjinore. Asnjëra nuk na ofron një krijues. Asnjëra nuk na jep një qëllim të përcaktuar paraprakisht. Asnjëra nuk na siguron që jemi të veçantë, të zgjedhur, qendror për ekzistencën. Përkundrazi, ato na tregojnë se mund të jemi të rastësishëm, mund të jemi një prej një numri të pafundëm universish, mund të jemi një pulsim në një zemër kozmike që ka rrahur përgjithmonë. Mund të jemi një fluktuacion kuantik që thjesht nuk është zudukur ende. Dhe megjithatë, njerëzit gjejnë këto ide jo deprimuese, por çliruese. Pse? Ndoshta sepse ato na liruan nga barra e të qenit qendra e gjithçkajes. Ndoshta sepse ato na lejuan të jemi thjesht një pjesë e modeli. Të lirë për të krijuar kuptimin ton në vend që të jetojmë sipas një skripti të paracaktuar. Ndoshta sepse përgjigja _QUOTE_12_ është më e ndershme dhe më e kënaqshme se një përrallë që pretendojmë se e dim, por në të vërtet nuk e dim. Ekziston një mencuri në pranimin e ignorancës, jo ignorancë pasive, por aktive, ignorancë që njeh kufizimet e saj dhe punon për t'i zgjeruar ato. Kjo është thelbi i shkencës, jo pretendimi i sigurimit, por kërkimi i vërtetës. Dhe e vërteta që shkenca na tregon rreth origjinës së universit është se nuk e dim. Ne kemi hipoteza, kemi modele, kemi teori elegante, por nuk kemi prova përfundimtare.
dhe ndoshta kurrë nuk do të kemi. A është kjo një dështim apo një sukses? Unë do të argumentoja që është një sukses, sepse fakti që mund të bëjmë këto pyetje, që mund të formulojmë këto teori, që mund të shikojmë mbrapa drejt fillimit të kohës dhe të spekulojmë për atë që ishte para, është një arritje e jashtëzakonshme. Në 4000 vjet, ne shkuam nga të menduarit se qielli ishte një kupë e ngurtë mbi tokë, në të kuptuarit se jemi në një univers që zgjerimit me 100 miliard galaksi, dhe që mund të jetë vetëm një prej një numri të pafundëm universish. Kjo është një udhëtim të pabesueshëm dhe ai ende nuk ka mbaruar. Le të flasim për kohën. Jo kohën që matni me orën tuaj, por kohën si një dimension themelor i realitetit. Sepse kur diskutojmë çfarë ndodhi para Big Bangut, ne po diskutojmë diçka që nuk ka kuptim brenda kornizave tona normale të kohës. Dhe kjo na detyron të ripjesim çfarë është koha në të vërtetë. A është ajo një rrjedhë që lëviz nga e kaluara në të ardhmen, apo është diçka më e ndërlikuar, diçka që ndoshta as nuk ekziston në mënyrën që mendojmë se ekziston? Albert Einstein tregoi në vitin 1905 se koha nuk është absolute. Ajo rrjedh me shpejtësi të ndryshme për njerëz të ndryshëm, në varësi të asaj se sa shpejt lëvizin dhe sa pranë janë një fushë të fortë gravitacionale. 2 orë që ndahen në momentin 0 mund të shfaqin kohë të ndryshme nëse njëra lëviz me shpejtësi të lartë ose gjendet pranë një objekti masiv. Kjo nuk është një iluzion, është një pronë e vërtetë e realitetit. Koha është relative, jo absolute. Por fizika kuantike e bën edhe më të çuditshme. Në nivel kuantik, koha nuk duket se funksionon ashtu si në botën e përditshme. Ekuacionet themelore të mekanikës kuantike janë simetrike kohore. Ato funksionojnë njësoj mirë nëse koha rrjedh përpara ose prapa. Nuk ka një shigjet të natyrshme kohore në ligjet fundamentale. Shigjetën e kohës e krijojmë ne nëpërmjet entropie, nëpërmjet faktit se çrregullimi rritet. Por në nivel themelor, koha mund të jetë thjesht një dimensioni tjetër, hapësire, jo i ndryshëm në mënyrë thelbësore nga lart poshtë apo majtas djathtas. Disa fizikan kanë shkuar edhe më tej. Ata sugjerojnë se koha mund të mos jetë fundamentale fare, mund të jetë një pronë emergjente, diçka që lind nga procese më të thella që vetë nuk përfshin kohën. Kjo quhet fizika e kohës. Dhe nëse është e vërtet, atëherë pyetja çfarë ndodhi para Big Bangut mund të mos ketë kuptim, jo sepse koha filloi me Big Bangun, por sepse koha vetë është një koncept që zbatohet vetëm brenda disa kushteve të caktuara. Jashtë këtyre kushteve, koha thjesht nuk ekziston si një kategori e dobishme. Imagjinoni të jetoni në një univers pa kohë. Çfarë do të thotë ajo? Do të thotë se nuk ka e kaluar, e tashme, e ardhme. Gjithçka që ka ndodhur ndonjëherë dhe që do të ndodhë ndonjëherë ekziston në mënyrë të barabartë. E kaluara juaj dhe ardhmja juaj janë po aq reale sa momenti aktual. Ju nuk po lëvizni përmes kohës. Ju thjesht jeni një strukturë 4-dimensionale që shtrihet nga lindja në vdekje dhe ndërgjithësia juaj vetëm përjeton një copë në një kohë, duke krijuar iluzionin e rrjedhës. Kjo t'inglon çmendur, por ka fizikan serioz që marrin këtë ide seriozisht. Njëri prej tyre është Julian Barber, një fizician britanik që ka punuar për dekada në një teori të quajtur fizika pa kohë. Sipas tij, universi është një bashkësi e çasteve, secilin prej të cilave ekziston në mënyrë të pavarur. Ajo që ne e përjetojmë si rrjedhë kohore është thjesht ndërgjegjësia jon që kërcen nga një qast në tjetrin, duke ndjekur një rrugë të caktuar nëpër këtë peizazh të qasteve. Por të gjitha qastet ekzistojnë njëkohësisht. E kaluara nuk ka shkuar, e ardhmja nuk ende nuk ka ardhur. Të dyja janë të pranishme në strukturën më të thellë të realitetit. A ndryshon kjo mënyrën se si e shihni jetën tuaj? Nëse e kaluara juaj ende ekziston, nëse çdo moment që keni përjetuar është ende atje, ende real në një kuptim themelor, atëherë asgjë nuk humbet vërtet. Çdo kënaqësi që keni ndjerë, çdo dashuri që keni dhënë, çdo arritje që keni bërë, ekziston përgjithmonë në peizazhin e qasteve. Por gjithashtu, çdo vimgje, çdo humbje, çdo gabim,
Të gjitha janë të përjetshme. Të gjitha janë pjesë e strukturës së pandryshuar të universit blokut. Kjo është një ide që ka qenë në filozofi për shekuj, eternalisti, idea se e kaluara, e tashmia dhe e ardhmja janë njësoj reale. Kundërshtarët e saj, prezentistët, besojnë se vetëm momenti aktual ekziston. E kaluara ka pushuar se ekzistuari. E ardhmja ende nuk ka filluar të ekzistojë. Vetëm tani është reale. Por fizika moderne duket se mbështet më shumë eternalizmit. Relativiteti i përgjithshëm i Einsteinit na tregon se simultaneiteti është relativ. Nuk ka një tani universal. Çfarë është e tashmia për ju mund të jetë e kaluara për dikë që lëviz me shpejtësi të lartë. Por nëse koha është një iluzion, ose të paktën jo aq fundamentale sa mendonim, atëherë çfarë do të thotë të pyesësh çfarë ishte para Big Bangut? Ndoshta do të thotë të pyesësh çfarë gjendët në një drejtim të caktuar në hapësirë-kohë katërdimensionale. Ndoshta do të thotë të eksplorojmë rajonin jashtë asaj që quajmë universi yni. Ndoshta do të thotë të kuptojmë se para dhe pas janë thjesht metafora të papërshtatshme për të përshkruar diçka që në të vërtetë është shumë më e çuditshme. Ose ndoshta, siç sugjeron Hawking, pyetja nuk ka kuptim, sepse koha vetë lindi me universin. Nuk ka një para, sepse para kërkon kohë dhe koha nuk ekzistonte. Ose ndoshta, siç sugjeron Penrose, ka pasur kohë përpara, por ishte një lloj tjetër kohe, një kohë që i përkiste një universi tjetër që kolapsoi dhe u rilindje si tonët. Ose ndoshta, koha është ciklike, duke u përsëritur përgjithmonë, pa fillim dhe pa fund të vërtet. Të gjitha këto mundësi janë të hapura. Asnjëra nuk është provuar, asnjëra nuk mund të provuar me teknologjinë tonë aktuale. Dhe ndoshta, asnjëra nuk do të provohet kurrë. Por fakti që mund t'i konceptojmë, që mund t'i formulojmë matematikisht, që mund t'i diskutojmë me kuptim, është vetë një arritje e mahniqme. Ne kemi shkuar nga të qenit të paaft për t'imagjinuar ndonjë gjë përtej ciklit të ditës dhe natës, në të qenit në gjendje të spekulojmë për natyrën e kohës vetë. Kjo është fucje mendjes njerëzore, fucje shkencës dhe filozofisë së kombinuara. Tani le të kthehemi te diçka më e afërt shtëpisë. Të kthehemi te ne, te njerëzimi, te qytetërimi ynë, sepse këto teori për origjinën e universit kanë implikime për fundin e tij, dhe fundi i universit ka implikime për ne. Çfarë do të ndodhë me gjithçka që kemi ndërtuar? Çfarë do të ndodhë me historinë tonë, me artin tonë, me shkencën tonë? A do të ekzistojë diçka prej nesh pas 1 miliard vjet, pas 1 trilion vjet, pas 1 kuintilion vjet? Le të jemi realist. Shanset që qytetërimi ynë aktual të mbietojë edhe 1000 vjet janë të pasigurta. Ne përballen me sfida ekzistenciale. Ndryshimi i klimës, armët bërthamore, inteligjenca artificiale, pandemitë, dhe këto janë vetëm kërcënimet që mund t'i identifikojmë. Ka ndoshta të tjera që as nuk i kemi imagjinuar. Statistikat historike nuk janë inkurajuese. Qytetërimet ngrihen dhe bien, perandorit lindin dhe shemben. Asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Por le të supozojmë se mbijetojmë. Le të supozojmë se gjejmë mënyra për të kapërcyer këto sfida. Le të supozojmë se bëhemi një qytetërim ndërplanetare, pastaj ndërhyesore, pastaj ndërgalaktike. Le të supozojmë se zgjerohem në të gjithë rrugën e qumështit, kolonizojmë miliarda yje, krijojmë struktura Dyson për të kapur energjinë e plotë të yjeve. Le të supozojmë se bëhemi aq të fuqishëm sa mund të manipulojmë hapësirën kohë vetë. Çfarë pastaj? Çfarë ndodh kur yjet fillojnë të vdesin, kur galaksitë shpërndahen, kur universi hyn në fazën e tij përfundimtare? Sipas teorisë standarde të kozmologjisë, fundi i universit do të jetë i ftohtë dhe i errët. Në rreth 100 trilion vjet, të gjitha yjet do të kenë djegur lëndën e tyre. Galaksitë do të përbëhen nga kufomat e yjeve të vdekur, zhuzhat kafe, zhuzhat të bardha, yje neutronesh, vrima të zeza. Pastaj edhe këto do të fillojnë të zhduken. Vrima të zeza do të avullojnë nëpërmjet rrezatimit Hawking. Procesi është jashtëzakonisht i ngadaltë.
Një vrim e zezë me masën e diellit do të marrë rreth 100 në fuqinë e 65 vjet për ta vulluar plotësisht. Por koha nuk është problem nëse kemi përgjithmonë. Në fund, do të mbetet vetëm një det fotonësh dhe elektronësh që notojnë në një univers që zgjerohet përgjithmonë. Temperatura do të afrohet zeros absolute. Asnjë strukturë komplekse nuk do të jetë e mundur. Asnjë jetë, asnjë mendim, asnjë gjë. Kjo është vdekja termike e universit, fundi i gjithçkaje. Dhe nuk ka asgjë që mund të bëjmë për ta ndaluar atë. Është rezultati pashmangshëm i ligjeve të termodinamikës. Por çfarë nëse teoria e Big Crunchit është e saktë? Atëherë, në vend që të zgjerohet përgjithmonë, universi do të fillojë të tkurret. Galaksit do të fillojnë të afrohen. Temperatura do të fillojë të rritet. Në fund, gjithçka do të shembet përsëri në një pikë. Dhe nëse teoria ciklike është e saktë, atëherë nga kjo pikë do të lindë një univers i ri. Por çfarë ndodh me ne në këtë skenar? A ka ndonjë mënyrë të mbijetojmë kolapsin? A mund të kodojmë informacionin tonë në fusha kuantike që kalojnë nëpër rivendosjen? A mund të bëhemi diçka që vazhdon në universin tjetër? Këto janë pyetje që shkencëtarët serioz po diskutojnë. Jo sepse presim që qytetërimi ynë aktual të mbijetojë aq gjatë, por sepse nëse ekzistojnë qytetërime të tjera në univers, disa prej tyre mund të jenë miliarda vjet më të vjetra se ne. Diza mund të kenë arritur nivele teknologjike që ne as nuk mund të imagjinojmë. Dhe nëse këto qytetërime po përballen me të njëjtin fund të pashmangshëm, atëherë pyetja e mbijetesës bëhet praktike. Si mund një qytetërim kozmik mjaft i avancuar të mbijetojë vdekjen e universit? Një mundësi është të ikësh. Nëse ekzistojnë universite të tjera dhe nëse ka mënyra për të udhëtuar midis tyre, atëherë mund të migrosh në një univers më të ri kur juti është duke vdekur. Kjo tingëllon si shkencë fantashkencë, por disa fizikan kanë propozuar mekanizma se si kjo mund të jetë e mundur. Vrima krimbi që lidhin rajone të ndryshme të hapësirës kohë, konstruksione artificiale që krijojnë universitet xhepi, manipulimi i fushave kuantike për të krijuar flusk të reja të inflacionit, të gjitha këto janë spekulim ekstrem, por nuk janë të pamundshme sipas ligjeve të njohura të fizikës. Një mundësi tjetër është të ruash informacion. Nëse ajo që je ti është fundamentalisht informacion, atëherë ndoshta informacioni mund të ruhet edhe kur substrati fizik shkatërrohet. Ky informacion mund të koduar në strukturën e hapësirës kohës vet, ose në fusha kuantike që nuk shkatërrohen nga kolapsi, ose në një formë tjetër që ne ende nuk e kuptojmë. Dhe ndoshta ky informacion mund të ringjallet në universin tjetër, jo si një vazhdim i drejt për drejt, por si një farë që mund të rritet përsëri në kushtet e duhura. Këto janë ide të çuditshme, por ato janë një përgjigje për një pyetje fundamentale. Nëse universi ka një fillim dhe një fund, çfarë kuptimi ka çdo gjë që ndodh ndërmjet? Nëse në fund gjithçka do të zhduket pa lënë gjurmë, atëherë çfarë pike ka të krijosh, të mësosh, të dashurosh? Përgjigjja tradicionale është se kuptimi gjendet në momentin vet. Jeta nuk duhet të jetë e përjetshme për të qenë e kuptimplot, por kjo është një përgjigje filozofike. Jo shkencore. Shkenca nuk na jep kuptim, ajo na jep fakte. Dhe faktet tregojnë se gjithçka që është do të shkatërrohet. Çfarë bëjmë me këtë fakt është zgjedhja jonë. Le të kthehemi te diçka që mund të duket e pazakonshme. Le të flasim për bukurinë, jo bukurinë estetike, por bukurinë matematikore, sepse të pesë teoritë që diskutuam kanë një cilësi të përbashkët. Të gjitha janë të bukura. Të gjitha kanë një elegancë matematikore që ju bën të mendoni se ato mund të jenë të vërteta, jo sepse janë provuar, por sepse janë shumë të bukura për të mos qenë të vërteta. Kjo është një forcë motivuese e fuqishme në fizikë. Albert Einstein ishte i famshëm për besimin e tij në bukurinë si një udhëzues për të vërtetën. Ai thoshte: Q-U-O-T-E 42. Kur ai punonte në teorinë e relativitetit të përgjithshëm, ai u udhëhoq nga kërkesat e bukurisë matematikore aq sa nga eksperimentet, dhe teoria që rezultoi ishte edhe e bukur, edhe e saktë. Paul Dirac, një tjetër gigant i fizikës së shekullit të 20,
shkoi edhe më tej. A I thoshte QUOTE 43. Kjo tinglon si herez shkencore, por Dirac kishte përvojë të suksesit të kësaj qasjeje. A I parashikoi ekzistencën e antimaterisë thjesht nga kërkimi për simetri në ekuacionet e tij. Dhe antimateria u zbulua më vonë. Bukuria e kishte quar në zbulim. Por ekziston një rrezik këtu. Bukuria mund të jetë mashtruese. Modelet matematikore mund të jenë elegante pa qenë të vërteta. Historia e shkencës është e mbushur me teori të bukura që rezultuan të jenë të gabuara. Kristalet qiellor që bartin planetët, teoria e eterit që mbushte hapësirën, gjenerata spontane e jetës. Të gjitha kishin një lloj elegance, por asnjëra nuk ishte e vërtet. Pra si e dim nëse teoritë tona për origjinën e universit janë të vërteta apo thjesht ilucione të bukura? Përgjigjja e shkurtër është se nuk e dim. Ne mund vetëm të vazhdojmë të testojmë, të rafinojmë, të kërkojmë prova, por ndërsa kërkojmë, ne gjithashtu duhet të jemi të vetëdijshëm për pushtetin e bukurisë për të na mashtruar. Një teori mund të jetë mahnitësisht elegante dhe ende plotësisht e gabuar. Dhe këtu vjen diçka interesante. Disa fizikan kanë filluar të argumentojnë se ne kemi shkuar shumë lart në drejtim të bukurisë, se ne jemi bërë aq të fokusuar në elegancën matematikore sa kemi harruar të pyesim nëse modelet tona përshkruajnë realitetin. Kjo është kritika e ngritur ndaj teorisë së fijeve, për shembull. Ajo është jashtëzakonisht e bukur, por pas 40 vjetësh ajo nuk ka bërë një parashikim të vetëm të testuar eksperimentalisht. A duhet të braktishmë? Apo duhet të jemi më durimës, duke besuar se bukuria do të na udhëheqë në fund drejt së vërtetës? Kjo është një pyetje që ndan komunitetin fizik. Disa thonë se duhet të kthehemi në rrënjët empirike të shkencës. Duhet të fokusohemi në ato që mund të testohen. Të tjerët thonë se në skajin e njohurisë, ku eksperimentet bëhen të pamundura, bukuria është udhëzuesi I vetëm. Dhe ata mund të kenë të drejtë, sepse si tjetër mund të kërkojmë në rajone që janë përtej kapacitetit tonë vëzhgues. Por kjo na lë me një pasiguri të madhe, një pasiguri që është në zemër të gjithë diskutimit tonë. Ne po diskutojmë për universe që mund të mos ekzistojnë, për dimensione që mund të mos jenë reale, për cikle që mund të mos kenë ndodhur kurrë. Dhe vetmja arsye që I marrim seriozisht është se matematika është e bukur. A është kjo e mjaftueshme? A duhet të jetë? Ndoshta po, ndoshta jo. Por në mungesë të provave më të mira, bukuria është gjithçka që kemi. Dhe ka diçka profundisht njerëzore në këtë. Ne jemi qenie që I përgjigjemi bukurisë, që e kërkojmë atë, që krijohet nga ajo. Dhe nëse universi ynë është vërtet I bukur në nivelin më themelor, atëherë ndoshta jemi të programuar për ta njohur atë bukuri. Ndoshta është e vetmja mënyrë që mund të kuptojmë diçka aq të madhe dhe aq përtej për jetimin tonë të përditshëm. A besoni në bukurinë e universit? A mendoni se ligjet e natyrës janë elegante? Apo mendoni se po projektojmë vlerat tona estetike në një realitet që nuk I ka? Kjo është një pyetje që shkenca vetë nuk mund ta përgjigjet. Është një pyetje për filozofinë, për artin, për atë pjesë të njeriut që kërkon më shumë se fakte, që kërkon kuptim, që kërkon bukuri. Pra, ku na lë kjo? Ku qëndroni ju pas gjithë kësaj eksplorimi? Kemi udhëtuar nga çastet e para pas Big Bangut deri në skajin e kozmosit të vëzhgueshëm. Kemi shqyrtuar teori që sugjerojnë universe të panumërta, cikle të pafundme, dimension shtesë, fluktuacione kuantike që lindin nga asgjëja. Kemi parë se koha mund të jetë një iluzion, se ndërgjegjësia mund të jetë thelbësore për realitetin, se fundi I gjithçkajës mund të jetë fillimi I diçkaje të re. Por çfarë keni fituar vërtet? Çfarë keni mësuar që bën dallim në jetën tuaj të përditshme? Në fundit, pavarësisht nëse universi është I përjetshëm apo I përkohshëm, pavarësisht nëse ka një _QUOTE_24_ apo jo, ju ende duhet të zgjohen nesër në mëngjes. Ju ende duhet të hani mëngjes.
ju ende duhet të shkoni në punë, ju ende duhet të jetoni jetën tuaj. Pra çfarë pike ka e gjithë kjo? Lejon të sugjeroj se pika nuk është në informacionin vet, por në procesin e kërkimit. Pika është të kuptoni se jeni pjesë e diçkaje që është infinit më e madhe se ju. Se çdo atom në trupin tuaj ka një histori që shkon miliarda vjet prapa. Se linku juaj me universin nuk është metaforik, por literal. Ju jeni stërhizave. Ju jeni pluhur kozmik që u organizua në një model aq kompleks sa filloi të mendoj për vetveten. Ekziston një paradoks i bukur në zemër të gjithë kësaj. Ju jeni i papërfillshëm. Një grimcë e vogël pluhu në një univers aq të madh sa mendja nuk mund ta përvetsoj. Ju do të jetoni për një copë sekonde në shkallën kozmike. Çdo gjë që do të arrini do të harrohet përfundimisht. Bota do të vazhdoj pa ju, sikur të mos keni ekzistuar kurrë. Dhe megjithatë, ju jeni gjithashtu i mrekullueshëm. Ju jeni pikërisht ajo grimcë pluhi që u bë e vetëdijshme, që filloi të pyes pse, që kërkon të kuptoj, që përmban universin brenda mendjes së saj. Kjo dualitet i vogël dhe i madh, i papërfillshëm dhe kozmik, është ajo që ju bën njeri. Ju nuk jeni as vetëm trup, as vetëm mendim. Ju jeni një ndërfaqe, një pikë ku universi bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Çdo mendim që mendoni, çdo vëzhgim që bëni, çdo pyetje që bëni, është universi duke eksploruar vetveten nëpërmjet jush. Në një kuptim shumë real, ju nuk jeni ndar nga universi, ju jeni një shprehje e tij. A ju ngushëllon kjo ide? Apo ju bën të ndiheni edhe më të vogël? Sepse nëse jeni thjesht një mënyrë që universi përdor për të parë vetveten, atëherë çfarë kuptimi ka identiteti juaj individual? Çfarë kuptimi kanë zgjedhjet tuaja? A keni vërtet vullnet të lirë? Apo jeni thjesht duke ndjekur një rrugë të paraqaktuar nga kushtet fillestare të Big Bangut? Këto janë pyetje të vjetra, por ato marrin një dimension të ri në dritën e kozmologjisë moderne. Nëse gjithçka që jeni është rezultati i proceseve fizike që filluan 13,8 miliard vjet më parë, nëse çdo mendim që mendoni është rezultati i ligjeve deterministike që qeverisin universin, atëherë në çfarë kuptimi jeni të lirë? Përgjigjja mund të jetë se liria nuk është mungesa e shkaksisë, por aftësia për të qenë shkaku i veprimeve tuaja. Ju jeni një agent brenda universit, një agent që mund të zgjedh, të vendos, të veproj. Fakti që zgjedhjet tuaja kanë shkaqe nuk i bën më pak tuaja. Por nëse koha është një iluzion, nëse e kaluara dhe ardhmja ekzistojnë njëkohësisht, atëherë në një kuptim, ju tashmë keni bërë të gjitha zgjedhjet që do të bëni ndonjëherë. Ato zgjedhje ekzistojnë në strukturën e përhershme të universit. Ju thjesht po i përjetoni ato një nga një. Kjo tingëllon si fatalizëm, por ndoshta nuk është. Ndoshta është thjesht një mënyrë tjetër për të kuptuar lirinë. Ju jeni i lirë të zgjidhni. Fakti që zgjedhja ekziston tashmë në një kuptim ka, do të thotë që ajo nuk është më pak juaja. Këto janë mister që mendja njerëzore ka luftuar për mijëra vjet dhe ato nuk janë zgjidhur. Ndoshta nuk do të zgjidhen kurrë, por procesin e luftimit me to, procesi i pyetjes, procesi i kërkimit të kuptimit, është vetë ai që na bën njerëzor. Ne nuk jemi thjesht makineri që ndjekën instinktet. Ne jemi qenie që mund të pyesim pse, që mund të habitemi, që mund të kërkojnë diçka për te mbijetesës immediate. Më lejoni tani të ju kthej në atë ku filluam. Para 70 vjetësh, Pjetja __quote _40 e 5 _ ishte tabu. Ishte një pyetje pa kuptim. Por sot, kemi 5 teori shkencore serioze që ofrojnë përgjigje të ndryshme. 5 mënyra për të menduar për origjinën, 5 dritare në misteret e ekzistencës. Le t'i rishikojmë ato për një moment, por tani, me sytë që kam parë më thellë. Teoria e parë, kozmologjia ciklike e Penrose-it. Universi si një zemër që rrah përgjithmonë. Çdo rrah është një cikel i plot.
nga Big Bang në vdekje termike, nga fund në fillim të ri. Në këtë pamje, ju nuk jeni i pari. Ka pasur versione të tjera të jush në ciklet e mparshme dhe do të ketë versione të tjera në ciklet që vijnë, por askush nuk do të kujtoj. Çdo cikel fillon pa kujtes të atij para. Është pa vdeksi, pa identitet. Është përjetësi pa kuptim të vazhdueshëm. Teoria e dytë, inflacioni i përjetshëm i lindes. Universi si një det valësh, me çdo val që është një univers i plot. Në këtë pamje, ju jeni një prej një numri infinit kopjesh. Ekziston një version tjetër i jush, në një univers tjetër, që bën çdo zgjedhje të mundshme. Çdo mundësi realizohet diku. Kjo na jep ngushëllim se asgjë nuk humbet vërtet. Por gjithashtu, na vjedh veçantin. Nëse çdo gjë ndodh, atëherë asgjë nuk është vërtet. Domethënse, teoria e tretë, modeli ekpirotik i Steinhardt dhe Turok. Universe si mbrana që pluskojnë në dimensione më të larta. Çdo përplasje krijon një Big Bang të ri. Në këtë pamje, ju jeni rezultati një përplasje të rastësishme midis dy objekteve gjigante që nuk mund t'i perceptoni. Jeta juaj, mendimet tuaja, shpresa juaj, janë mbeturina anësore të një eventi që ndodhi në një dimension që nuk mund ta kuptoni. Është mahnitse dhe njëkohësisht paksa deprimuese. Teoria e katërt, propozimi pa kufi i Hartle dhe Hawking. Universi lind nga një fluktuacion kuantik në boshllëkun absolut. Në këtë pamje, ju jeni rezultati një rastësie të pastër kuantike, një lëkundjem në probabilitetet që rastësisht shkojnë në një drejtim në vend të tjetrit. Nuk ka arsye, nuk ka shkak themelor, ju thjesht ndodhët. Dhe kjo është gjithçka që ka për të thënë. Teoria e pestë, Big Crunch dhe riktimi. Universi që zgjerimit do të kolapsoj përsëri, duke krijuar kushte për një rilindje. Në këtë pamje, fundi juaj është i caktuar. Gjithçka që ndërtoni do të shkatërohet në kolapsin përfundimtar, por nga ai shkatërrim mund të lind diçka e re. Mundet, por nuk ka garanci. Ky cikel mund të thyhet. Universi mund të vdes pas vëndësim. 5 teori, 5 botuptime, 5 mënyra për të kuptuar ekzistencën tuaj. Cila është e vërtet? Ndoshta asnjëra, ndoshta të gjitha. Ndoshta realiteti është aq i çuditshëm sa asnjë nga këto teori nuk e kap tërsinë e tij. Por fakti që mund t'i formulojmë, që mund t'i debatojmë, që mund t'i testojmë në shkallën që është e mundur, është vetë një arritje e jashtëzakonshme. Dhe ja ku qëndrojmë. Në vitin 2026, 13,8 miliard vjet pas Big Bangut, 4,6 miliard vjet para se dielli të zgjerimit dhe të zhlabëroi tokën. Diku midis fillimit dhe fundit, midis asgjëje dhe gjithçkaje, midis pastme dhe e paditur. Dhe në këtë mes, ne jemi duke bërë diçka të jashtëzakonshme. Ne jemi duke menduar, duke pyetur, duke kërkuar, duke tentuar të kuptojmë. Le të bëjmë këtë personal për një moment. Jo ju si pjesë e njerëzimit, por ju si individi që po dëgjon këto fjalë pikërisht tani. Çfarë duhet të bëni me këto informacione? Si duhet të ndikojnë në mënyrën se si jetoni jetën tuaj? A ka ndonjë implikim praktik? Ndoshta po, ndoshta jo, por more lejoni të sugjeroj disa mundësi. Së pari, ka një lloj ngushëllimi në të kuptuarit se problemet tuaja, pavarësisht sa të mëdha të duken, janë të vogla në shkallë kozmike. Stresi i punës, konfliktet në marrëdhënie, shqetësimet financiare, të gjitha këto janë reale dhe të rëndësishme për ju, por universi nuk i vë re. Universi do të vazhdoj pavarësisht nga rezultati. Ka një liri në këtë realizim, një mos përsosmëri. Ju mund të dështoni dhe universi nuk do të këtë rëndësi. Por ka gjithashtu një barë. Nëse universi nuk vë re, atëherë kuptimi i jetës tuaj duhet të vijë nga brenda, jo nga jashtë. Nuk ka një qëllim kozmik që ju jep rëndësi. Ju duhet të krijoni rëndësinë tuaj. Ju duhet të vendosni çfarë është e rëndësishme. Dhe kjo është përgjegjësi që shumë njerëz gjejnë friksuese. Është më e lehtë të mendosh se diku në ndonjë libër të shenjtë ose plan kozmik
ekziston një përgjigje. Por teoritë e kozmologjisë nuk na japin asnjë të tillë. Ato na lënë me lirinë dhe terrin e krijimit të kuptimit tonë. Së dyti, ka një implikim rreth perspektive kohore. Nëse koha është një iluzion, nëse çdo moment ekziston përgjithmonë në strukturën e universit, atëherë çdo moment që jetoni është i përhershëm. Çdo dashuri që ndjeni, çdo kënaqësi që përjetoni ekziston përgjithmonë. Por gjithashtu, çdo dhimbje, çdo humbje, ato nuk kalojnë në një kuptim themelor. Ato janë pjesë e përhershme e realitetit. A ndryshon kjo mënyrën se si i përjetoni? A ju bën më të vëmendshëm ndaj momenteve të bukura, duke ditur se janë të përjetshme? A ju bën më të durueshëm ndaj momenteve të vështira, duke ditur se edhe ato janë të përjetshme? Së treti, ka një implikim rreth lidhjeve. Nëse ju jeni bërë nga të njëjtat atome që dikur ishin pjesë e yjeve të vdekur, nëse çdo atom karboni në trupin tuaj ka një histori miliarda vjetëse, atëherë ju jeni i lidhur me çdo gjë që ka ekzistuar ndonjëherë. Ju nuk jeni ndarë nga universi, ju jeni një pjesë e tij. Çdo frymëmarrje që merrni përmban atome që dikur ishin në mushkëritë e Aristoteli, të Kleopatras, të Napoleonit. Çdo atom oksigjen që thithni u krijua në një ëll shumë para se dielli të ekzistonte. Kjo është lidhje fizike reale, jo metafizike. Dhe së katërti, ka një implikim rreth kurreshtjes. Nëse ka aq shumë që nuk dim, nëse teoritë tona më të mira janë ende të pasigurta, atëherë ka ende hapësirë për zbulim. Ka ende hapësirë për habitje. Ka ende hapësirë për të mësuar. Mos u ndaloni duke pyetur pyetje. Mos u kënaqni me përgjigje të gatshme. Vazhdoni të shikoni, të mendoni, të kërkoni. Sepse çdo përgjigje që gjejmë hap 10 pyetje të reja. Dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që na mban të gjallë intelektualisht. Pra, jemi kthyer në pyetjen fillestare. Çfarë ndodhi para Big Bangut? Dhe pas gjithë kësaj eksplorimi, përgjigja është ende nuk e dim. Por tani e dim më shumë rreth asaj që nuk dim. E dim që ekzistojnë mundësi. E dim që pyetja mund të ketë përgjigje, edhe nëse ne nuk mund ta gjejmë ende. E dim që universi ynë mund të jetë pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Dhe ndoshta kjo është përgjigja reale, jo një fakt specifik, por një realizim. Realizimi se sa shumë ka për të ditur. Realizimi se mendja njerëzore, pavarësisht kufizimeve të saj, është e aftë të mendojë për këto gjëra. Realizimi se ne kemi shkuar nga të jetuarit në shpella dhe të frikës, nga bubullima në të kuptuarit të origjinës së universit dhe spekulimin për atë që ishte para fillimit. Kjo është një transformim i pabesueshëm dhe ai vazhdon. Në 100 vjet ne do të dim shumë më shumë. Teleskopët tanë do të jenë më të fuqishëm, kompjuterët tanë do të jenë më të shpejtë. Teoritë tona do të jenë më të rafinuara. Ndoshta do të kemi prova përfundimtare për një nga teoritë që diskutuam. Ndoshta do të kemi zhvilluar teori plotësisht të reja që ne nuk mund t'i imagjinojmë ende. Ndoshta do të kemi kontaktuar civilizime të tjera që kanë zgjidhur këto mister shumë kohë më parë. Apo ndoshta do të kuptojmë se disa pyetje janë fundamentalisht përtej shkencës dhe duhet të gjejmë mënyra të tjera për t'u marrë me to. Por çdo gjë që ndodh, një gjë është e sigurt. Pyetjet do të vazhdojnë, sepse për çdo përgjigje që gjejmë, universi na tregon se ka edhe më shumë për të zbuluar. Është si të ngjitesh në një maj mali dhe të zbulosh se ka një zinxhir i tërë malesh përtej saj. Në një kuptim, kjo është frutruese. Ne kur nuk do ta dim gjithçka, por në një tjetër kuptim, kjo është mahnitëse. Do të ketë gjithmonë diçka të re për të mësuar. Do të ketë gjithmonë mister për të eksploruar. Do të ketë gjithmonë pyetje për të bërë. Dhe ja ku jemi. Qëndrojmë në skajin e njohurisë, duke parë në pafundësinë e asaj që nuk dim. Disa njerëz gjejnë këtë friksues. Unë e gjej mahnitës, sepse do të thotë se udhëtimi nuk ka mbaruar. Do të thotë se ka ende vend për mrekulli. Do të thotë se çdo gjenerat do të ketë shansen e saj për të zbuluar diçka të re rreth natyrës së realitetit. A do të jeni ju ai që bën zbulimin tjetër? Ndoshta jo, por ndoshta po.
Ndoshta, diku në dëgjuesit e këtij materiali, është një mendim i ri që do të çojë në teorinë tjetër të madhe. Ndoshta një prej jush do të jetë Einstein i ardhshëm, Hawking i ardhshëm, Penrose i ardhshëm. Apo ndoshta jo një fizician, por një filozof, që gjejmë një mënyrë të re për të menduar rreth këtyre pyetjeve. Apo një artist që krijon një metaforë që na ndihmon të shohim diçka që kemi humbur. Apo një person i zakonshëm që thjesht bën pyetjen e duhur në momentin e duhur, sepse kjo është çfarë bën shkencën të bukur. Nuk është pronësi e një elit, është një përpjekje njerëzore. Çdo kontribut, pa marrë parasysh se sa i vogël, shton në akumulimin kolektiv të njohurisë. Çdo pyetje që bëni, çdo kurreshtje që ndjekin, çdo libër që lexoni, ju bën pjesë e këtij udhëtimi. Ju jeni një pjesëmarrës në eksplorimin e madh. Ju jeni një nyje në rrjetin e kërkimit. Pra ku na lë kjo? Ku qëndroni ju tani që kemi arritur në fund të këtij udhëtimi? Ju e dini pak më shumë se sa e dinim në fillim, por ndoshta gjëja më e rëndësishme që e dini është sa shumë nuk dim. Sa i madh është oqeani i ignorancës që rrethon ishullin e vogël të njohurisë son. Por ky ishull po rritet. Çdo ditë shkencëtarët përmbi mbar botën po bëjnë matje të reja, po zhvillojnë teori të reja, po testojnë hipoteza të reja. Teleskopët po shikojnë më thellë në hapësirë dhe kohë. Përshpejtuesit e grimcave po rikrijojnë kushtet e universit të hershëm. Kompjuterët po simulojnë evolucioni kozmik. Dhe ngadalë, cop nga cop, po ndërtojmë një imazh më të qartë të asaj që ndodhi në fillim, dhe ndoshta një ditë të asaj që ishte para fillimit. Por edhe nëse kurrë nuk e zbulojmë atë përgjigje përfundimtare, udhëtimi ka vlerë, sepse në procesin e kërkimit ne transformohemi. Ne bëhemi më të zgjuar, bëhemi më të përulur, bëhemi më të ndërgjegjshëm për vendin ton në kosmosin e madh. Dhe kjo vetëdije na ndryshon, na bën të shohim jetën ton në perspektivë të re, na bën të vlerësojmë misterin e ekzistencës. Mendoni për këtë për një moment të fundit. Ju jeni një qenie e ndërgjegjshme në një univers që lindi 13,8 miliard vjet më parë. Ju jeni bërë nga pluhuri i yjeve të vdekur. Ju përmban atome që kanë qenë pjesë e numër të pafundëm gjërave të tjera përpara se të bëheshin ju. Dhe një ditë, ato atome do të shpërbëhen dhe do të bëhen pjesë e diçkaje tjetër. Ju jeni një model i përkohshëm në rrjedhjen e pafundshme të materjes dhe energjisë. Por për këtë qast, ky model është i vetëdijshëm. Ai mendon, ai ndjenit, ai habitet. Dhe ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, në këtë vend, ju jeni pikrisht ai ku universi po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Ju nuk po vëzgoni thjesht universin nga jashtë. Ju jeni universi duke vëzguar vetveten nga brenda. Çdo mendim që mendoni është një mendim kozmik. Çdo pyetje që bëni është universi duke pyetur për origjinën e vet. Ju jeni mënyra se si universi mësoni për vetveten. A ju frikson kjo ide? A ju bën të ndiheni të vogël dhe të parëndësishëm? Apo a ju bën të ndiheni të madh dhe të fuqishëm? Ndoshta të dy. Ndoshta kjo është pika. Ju jeni të dy të vogël dhe të mvenj, të papërfillshëm dhe thelbësor. Një grimc pluhi dhe një univers i tërë. Ky paradoks është në zemër të ekzistencës njerëzore. Dhe askush nuk mund t'i përgjigjet për ju. Ju duhet ta gjeni kuptimin tuaj. Ju duhet ta krijoni vlerën tuaj. Ju duhet të vendosni çfarë do të bëni me këtë moment të shkurtër të ndërgjegjësisë që ju është vënë. Ndoshta do të përdorni atë për të kërkuar të vërtetën, si shkencëtarët që kemi diskutuar. Ndoshta do të përdorni atë për të krijuar bukuri, si artistët që në frymëzohen nga këto mister. Ndoshta do ta përdorni atë për të dashuruar dhe për të kujdesur për të tjerët, duke kuptuar që të gjithë jemi udhëtar bashk në këtë anijen kozmike të quajtur tokë. Ndoshta do ta përdorni atë thjesht për të jetuar, për të përjetuar, për të qenë i pranishëm në çdo moment. Pavarësisht se çfarë zgjidhni, mbani mend këtë. Ju jeni një mrekulli. Ju jeni një pamundësi e realizuar. Shanset që do të ekzistonit ishin infinitezimal. Për të ardhur në ekzistencë, kërkoi 13,8 miliard vjet historinë kozmike. Kërkoi formimin e yjeve të parë.
Vdekjen e atyre jeve në supernova që krijuan elementet e rënda. Formimin e diellit dhe planeteve. Evolucioni i jetës në tokë për 3,8 miliard vjet. Mijëra gjenerata të paraardhësve tuaj që mbijetuan, riprodhuan dhe kaluan gjenet e tyre. Dhe në fund të këtij zinxhiri të pafundëm ngjarjesh, ju jeni këtu. Kur mos e merrni këtë si të mirëqen, kur mos harroni sa e çuditshme, sa e rrallë, sa e pabesueshme është ekzistenca juaj. Ju jeni një nga fituarit e lotarisë kozmike dhe çdo sekond që jeni gjallë është një dhuratë nga universi. Mos e shpenzoni atë duke u shqetësuar për gjëra të vogla. Mos e shpenzoni atë duke mos vënë në re. Jetoni me intensitet, jetoni me vëmendje, jetoni me kureshtje dhe habitje. Dhe kur shikoni lart në qiellin e natës, kur shihni yjet që shkëlqejnë në terrin kozmik, kujtoni këtë. Disa nga ato yje nuk ekzistojnë më. Drita që po shihni u nis në udhëtimin e saj mijëra ose miliona vjet më parë. Ju po shikoni në të kaluarën. Ju po shikoni në një univers që ishte i ri, kur ajo drita filloi udhëtimin e saj. Dhe diku atje, në atë largësi të pakapshme, mund të ketë qenie të tjera që po shikojnë drejt nesh. Duke parë dritën e diellit ton që u nis mijëra vjet më parë, duke u pyetur nëse ekziston dikush atje, duke u pyetur nëse janë vetëm, ju nuk jeni vetëm. Jo sepse ka patjetër civilizime të tjera, edhe pse mund të ketë, por sepse jeni pjesë e një të tërësie që është shumë më e madhe se ju. Ju jeni lidhur me çdo atom në univers nëpërmjet forcave që veprojnë në të gjitha shkallët. Ju jeni lidhur me çdo qenie njerëzore që ka jetuar ndonjëherë nëpërmjet historisë së përbashkët. Ju jeni lidhur me universin vet nëpërmjet faktit se jeni bërë nga ajo dhe do të ktheheni në të. Pra çfarë ndodhi para Big Bangut? Ne ende nuk e dim, por ne dim këtë. Çfarëdo që ndodhi, ajo çoi në ju në këtë moment, në këtë ndërgjegjësi, në këtë habitje. Dhe kjo është mjaft mirë për fillim. Vazhdon të shikoni lart, vazhdon të pyesni, vazhdon të habitet, sepse çdo herë që e bëni, ju jeni duke pjesëmarrë në diçka mahnitse. Ju jeni duke vazhduar një traditë që shkon mbrapa mijëra vjet, traditën e kureshjes njerëzore, traditën e kërkimit të vërtetës, traditën e të pyetje të mëdha. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet, sepse pyetjet na mbajnë të gjallë, na mbajnë kureshtar, na mbajnë në kërkesë. Dhe sa kohë që jemi duke kërkuar, sa kohë që jemi duke pyetur, sa kohë që jemi duke habitur, ne jemi duke jetuar plotësisht. Ne jemi duke qenë njerëzor, në kuptimin më të mirë të fjalës. Pra shkoni, jetoni, pyesni, habiteni, dhe mos harroni kur, ju nuk jeni i vogël. Ju jeni universi duke përjetuar vetveten. Ju jeni infiniti në një pikë. Ju jeni mrekullia që keni kërkuar gjithkohën. Dhe përgjigja për çfarë ndodhi para Big Bangut, ajo fillon me ju, pikërisht tani, pikërisht këtu, në këtë moment të ndërgjegjësisë kozmike që quhet jeta juaj. A jeni gati për atë që vjen pas? A jeni gati të pranoni se historia nuk ka mbaruar? A jeni gati të jetoni si universi që jeni vërtet? Këto janë pyetje vetëm ju mund t'i përgjigjeni. Dhe ndërsa i përgjigjeni, mbani mend. Çdo zgjedhje që bëni, çdo mendim që mendoni, çdo veprim që ndërmartin, ju jeni duke formësuar universin, sepse ju nuk jeni jashtë tij. Ju jeni brenda tij. Ju jeni ai. Dhe çfarë bëni rëndësi, jo sepse dikush po vëzhgon nga lart, por sepse ju jeni se si universi po e krijon vetveten. Çdo moment, çdo ditë, përgjithmonë. Mirë se vini në universin tuaj. Ai ka pritur 13,8 miliard vjet për ju. Mos e zgjenjeni. Jetoni.